fusni letrën e tyre në një zarf dhe ikni brenda kutisë postare. Biblioteka Skënder Luarasi në qytetin e Ersekës ka çelur veprimtarinë festive për Allza Krishtlindjesh, duke krijuar një ambient të ngrohtë e plot ngjyra, me drita, bredh dhe libra për fëmijë. Vogëlushët u bën protagonistë të aktivitetit, duke lexuar dhe rrëfyer përalla të Krishtlindjes në një atmosferë gëzimi dhe imagjinate. U kënaqë shumë, ne lexuam përalla dhe morëm mesazhe, si për shembull, të jemi të lumtur me njëri tjetrin dhe të kemi shëndet, gëzuar të gjithëve. Sot u kënaqem shumë duke lexuar përalla rreth Krishtlindjes dhe vitit të ri. Mësuam disa mesazhe të reja që duhet mendojmë edhe për të tjerët, për disa dhurata, jo vetëm për veten tonë. Gjithashtu, edhe unë nuk kënaqa shumë. U kënaqa shumë sot, edhe të festoni festat e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. U kënaqa shumë sepse lexuam disa përralla dhe tregime. Dua të vi përsëri. Kjo nismë e organizuar për të 4-tin vit radhazi nga biblioteka, synon të nxjisë dashurinë për librin dhe leximin, si dhe të forcojë përfshirjen aktive të fëmijëve në jetën kulturore të qytetit.